kam besim të plot se lufta ka qenë drejt e pastër dhe besoj fuqishëm në pafajësinë e secilit prej tyre. Por nuk i besoj as pak kësaj gjykate. Bazë veprimeve që i ka bën, bazë bashkëpunimit që ka bën me kriminalë serb që kanë kryer masakra. Bashkëpunimin a mund ta ketë bërë pra prokuroria, zëqëriqe, sepse nëse shfaqim kaq mosbesim. Nuk është gjykata me marrë për bazë deklaratat. Nëse shfaqim kaq mosbesim në këtë fazë, a e predikojmë fundin pra. Gjitha këto deklarata janë servuar nga Serbia. Pra gjithë këta dëshmitar të fshehur që kanë dhënë dëshmi atje, pra kanë kaluar për Serbi. Ata kanë kaluar për Serbi, aty janë këshilluese si me dhënë deklarata edhe do të thotë kanë udhëtuar për në hog. Po, për këtë në ka kryer pra prokurori, apo jo? Ku me i besu, po, qysh me ju besu aty në deklaratave pra gjykata ka lënë edhe gjyqtar trupi gjykues ka lënë shumë hapësira shumë të lashta për të dyshuar mbi punën e tyre, sidomos me pyetjet sugjestike. Mirë, po kjo jep me kuptuar që është një bashkëpunim i ngushtë mes të gjykatës dhe prokurorisë. A i bie kështu zëqëriqe që më pas kështu e predikojmë fundin, pra sepse ne gjithë këtu besojmë që atje do të mbrohen vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës në tërësinë e saj, mirë, por nëse flasim kështu, apo thojmë që ata dënojnë? Na kemi pas procese gjyqësore edhe më herët në tribunalin e Hogës. Po ata kanë qenë profesional, ata nuk kanë anu as anej as kënej. Ata kanë marrë vendime drejta. Këta hapur po shihet që kanë pas një bashkëpunim të ngushtë. Pra është një tendencë e tyre me njollos luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe me dëmtoj imazhin e Kosovës. Pra qëllimi ty në është. Edhe raporti, kur është votu, pa ju bon një jetim. I plot, tjep me kuptu që është një lojë ty në. Nuk e kom thonë, nuk po e thonë vetëm. Po fesni për raportin e Dikmartit, apo? Po. Këto e ka thonë edhe administrata amerikane, po e thojt edhe ish ambasadori holandez, po e thojnë edhe shumë përfaqësues ndërkombëtar se është një lojë politike. Kjo është dëshmuar më pas pra që është dëshmuar sa për këtë raportin e Dikmartit. Ne kemi qenë të hapur me bashkëpunim me drejtsinë, me hetu çdo rast. Interesante pra ishte zëqëriqe kjo. Jo me i fsheh krimet që i ka kryer Serbia në Kosovë. Edhe me u morë me përpjekje me një luftë drejtet pastër. Ka sens që a thoni, zëqëriqe, për arsyen pra se gjykata është themeluar për ta trajtuar pra raportin e Dikmartit. Në ndërkohë pretendojë që kishte trafikim organesh, e prej akuzës që kishte trafikim organesh ka dalë ai mzati ai ki rikolit më i rëndësishëm për ta është ai mzati ai ki rikolit se masakra e Mejës e shumë masakra, qindra masakra që i ka kryer aparati i organizuar i Serbisë. Pra më i rëndësishëm është me hetu ku ka shkoja e kjerë me kolja, ka shkoja e mëzoti i atin të ka qenë një këtë. Që kjo t'jep me kuptu, se kjo është një lojë ty në politike shumë e rrezikshme. Por besoj se kanë mungesat argumenteve, sepse jam i bindur se unë kam qenë vetë pjesë e luftës. Edhe ne, asë një ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk akuzohet se e ka vrarë asë një fëmijë, asë një gru, asë një plak, asë nuk që e ka kryer asë një masakër. Por derisa e kemi me qindra masakra, kemi dëbime, shkatrime, gjithçka, deri te çrrënjusja e shqiptarëve, që është mundu me bon Serbia dhe prap këta arrestuhen ka kriminal. Në vend që më na mbrojt neve, bohen argat të tyne. E kjo t'jep me kuptu, shumë t'len me kuptu se këta është rrezik që janë edhe të korruptuar. Shfaqni dilemat e tilla që mund të ketë korrupsion aty? Unë nuk ju besoj fare. Unë nuk ju besoj fare. Sepse e ka thonë edhe një hetim ndaj ish... Po, pra aty është për një prokuror, pra ka të bëj me Jack Smithin që ka qenë kryeprokuror i prokurorisë administrata amerikane, departamenti i drejtësisë ka filluar hetimet, do thotë ai ka informacione. Edhe kështu që përderisa aty del në pas se ka... legitimon pra komplet prokurorin fakti që administrata amerikane atje departamenti i drejtësisë është duke hetuar Jack Smithin kryeprokurorin, pra është kryeprokurorin i cili e ka nënshkruar këtë akuzë. Ata kanë kuptuar se këtu është ndodhur një krim në gjykatën speciale. Pero këta prokurora, flitet për korrupsion, edhe një raport konfidencial që ne kam parë, flitet për korrupsion, flitet për konstruktim të dëshmitarëve. Tash unë kam shumë takime me njerëz, edhe normalisht edhe na morëm informata, edhe e dim